Me afrimin e festës së Kurban Bajramit, qytetarët kanë filluar përgatitjet tradicionale që shoqërojnë këtë ditë të rëndësishme për besimtarët musliman. Në tregje dhe dyqane vërehet një gjallëri mishtuar, ku kërkesa për produkte ushqimore dhe ëmbëlsira festive, si baklavaja, është në rritje. Por krahas atmosferës festive, qytetarët përballen edhe me çmime të ndryshuara të produkteve, ndërsa shumë prej tyre po planifikojnë nëse do të thirrin kurban këtë vit. Ne ishim në terren për të parë nga afër se si po përgatiten qytetarët dhe shitësit për Kurban Bajramin dhe se çfarë atmosfere mbizotëron në prag të festës. Që të interesim ka ma shumë të arat edhe të bombonat, të çokoladat, po, argjot momentalisht, ma mirë është. Si kundra qera ditë është ma mirë. Momentalisht se ara vjetë i kina dhu 450, që çmimin apet i ki 450, njëti çmim është. Si vjetë, si vjetë. Apo që thorë normale se ankesa ka se sine qera ka ma shtrejte, shash janë matura, ka argjime ma shumë. Shash 2-3 festa ka në për njerë. Që atë e probleme është pak ma mirë. Ama apet ka interesim, argjot, me baklav, me misafiri presmi, me thanat mira. Si krejt edhe ne, normal. Ove kuptime është shumë i madhë. Kush e kupton, të du të me shku me hec, me boj, zaret familjet. Që atë e probleme është. Ajo veç për një ditë, se shtash për pare kina dalë 3 ditë për Bajram. Shash 1 ditë, 2 ditë, qash. Shumë mirë, me ndëse pritmi. Jo. Si kemi rajnit për kurban njëre. Po, nuk janë edhe qash trajnë, po. Neve s'pana qëtë me një rogë s'pana qëtë. Po, qashtu, takimi me familjar, të vladinja, të mizallar, qashtu. Nuk mungon mishi, pa tjetër mishi është. On bashkira baklava ka venin e parë. Dashuri me të mira tanat. Po, kismet, nuk është i shtrejnë. Mundin edhe ma lira, ma mirë është. Traditat fetare, edhe kombëtare. Kiret asë njësë mundon, që gjo. Kiret jenë në rejtër. Kiret tradicionale me baklave, me tret. Ndërkohë, një tjetër shitës tha se rritja e çmimeve në përgjithësi i ka detyruar që të rrisin edhe ata çmimet e produkteve elementare. Po, për festat e Bajramit marrin baklav, kadejf, arra, se për festat shti, ma tepër shkon për baklava, jo. I bëjnë ato, ka interesime për Bajram, ka interesime sa ditë të qerave, po mirë, presim me punë, me festa, me ase, po, ka dallim se çmimet kanë lujt pak, nuk janë si përpara, çdo artikël ka hip, ne kena hip çmimin çashtu. Po valla kanë ankesa, kanë mungesa të rrogave, po si për ashtu baklavën, kadajifin, që ajo tradita e Bajramullavit, për shembull, si mungese baklav, s'kijen e Bajramullavit, kadajif që ajo. Si zakonisht mirë është, mirë. Po me siguri po. Krahasim me vite tjera mirë është, prapë mirë është. Si zakonisht që që kanë bërë dhe ne i bëjmë, si të partë e tonë dhe ne. Po nuk, si besë që mungon dhe qka, krejtë si zakonisht. Po përgjithësi krejt ka pak. Po normal ato, si zakonisht krejt traditët, që tonë është në shqiplare, këti kemi qatit në tërjes. Po në të kuptimin e plot, normal, djetë, fetar. Këtë më rëndësi është mirë, inshallah, qka u ma mirë në këtë vit, edhe për Kurban Bajram, po dhe çdo herë, për çdo ditë, jemi mirë. Përderisa janë duke u përmbyllur blerjet për Kurban Bajram, tregjet vazhdojnë të jenë të mbushura me lëvizje dhe gjallëri. Atmosfera e festës po ndihet gjithnjë e më shumë në çdo cep të qytetit, në pritje të ditës së Kurban Bajramit.